që ne veshim janë një nga faktorët më ndikues në mënyrën se si ne dukemi, se si ecim, se si kemi posturën dhe se si gëzojmë shëndet të plot. Në fakt, kjo zgjedhje kaq e vogël e cila i përket më shumë estetikës dhe dukjes, ka një ndikim shumë të madh në shëndetin tonë fizik. Mënyrën se si ndërlidhe në fakt mirëqenia edhe kujdesi që ne duhet kemi në të përditshmen tonë për mënyrën se si ecim dhe sa të kujdesshëm jemi, dhe këtë duhet ta thot dikush që nuk ecën në mënyrën më të mirë se unë. Duhet ta lidhim paksa edhe me aktivitetin fizik, por dhe me jogës, një disiplinë që lidh mendjen me fizikën. Diskutimin ndërtojmë me zotin Alban Muça, i cili është trajner joge. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Ju falenderoj për ftesën. Thanks. Kushdo që po na ndjek do të pyes veten se si lidhet joga edhe kjo disiplinë fizike dhe mendore njëkohësisht me mbajtjen e takave, apo mënyrën se si zgjedhim këpucët. Nuk ka diçka që nuk lidhet joga. Joga lidhet me çdo aspekt jetës. Prandaj është një shkencë holistike. Por jo vetëm joga, thjesht ta marrim si një koncept natyral. Takat është një këpucë vërtet tërheqëse dhe ka hieshi. Domethënë është diçka femërore e bukur. Por problemi është se është diçka jo natyrale për strukturën trupore. Domethënë që fillon që nga postura, deformimi i posturës, dhe deri tek problemet që mund të shkaktojë në gjunjën dhe në kyçet e këmbëve. Pra domi është më shumë se ç'ne shohim. Patjetër është më shumë. Siç e shohim posturën, nëse qëndron në taka, trupi detyrohet të shkojë më përpara dhe pjesa lumbare merr një presion jashtëzakonisht të madh. Dhe krijohet një atrofi te pjesa e pulpës, e cila dokon e vet pastaj që të hapet, krijon dhimbje. Sforcohet muskuli mbrapa te këmba, gjithashtu përpara gishti i madh krijohet një trysni dhe me kalimin e kohës mund të ndodhi një deformim deri në thyerje të gishtit. Domethënë janë gjëra serioze. Nëse mbajmë taka për kohë të gjatë, domethënë krijohen probleme serioze, që nga deformimi i gishtit, rrezik artriti në gjuhë dhe deformim në pjesën lumbare. Po Albert, a ka një orar se sa gjatë vajzat, gratë mund t'i mbajnë takat? Ne dim që standardet e bukurisë janë bërë të panegocueshme në kohët që jetojmë. Unë do sugjeroja një shtrirje në kohë se sa mund t'i mbajnë që mos u shkaktoj dëme. Do sugjeroja që t'i veshim në okazionet veçanta. Dhe jo mbi 5 pond. Domethënë në momentin që taka shkon mbi 5 pond, krijohet ky deformimi që përshkova më parë. Deri në 5 pond. A janë në lartësinë? Janë slightly, domethënë janë të pranueshme deri aty. Deri aty, jo më. Nëse kalohet kjo lartësi? Nëse kalohet, fillon pastaj deformimi dhe çrregullimi i posturës. Pra takat 10 cm janë shumë të lartë. Po. Okej. Sugjeroj të veshim vetëm në okazionet të rralla. Vetëm në raste të veçanta. Po. Unë kam parë për shembull goca, të cilat duken, ndihen dhe thonë me zë që ecin më lehtë, më kollaj, më elegante, me taka se sa pa taka. Ndoshta e kanë krijuar besimin duke u munduar të ecin, por nuk është një gjendje natyrale. Dhe unë do sugjeroja që pasi të veshin taka, pasi kanë dëshirë të veshin takën, edhe 10 pond, për një okazion, do sugjeroja që mbasi të bëhet kjo, të ecin zbathur, domethënë në shtëpi, akoma dhe në tokë. Dhe të bëjnë disa ushtrime stretching që të ketë mundësi të vi përsëri pulpa në gjendje natyrale. Alban, pas pak do flasim edhe për përfitimet që kemi nga ecura zbathur në natyrë apo në shtëpi, por ndalemi edhe tek tipologjitë e tjera të këpucëve. Edhe këpucët e sheshta janë të dëmshme, supozohet, për mënyrën se si ne ecim. Përse? Gjithçka që nuk i përshtatet harkut që ka këmba. Në fazë të parë këpuca vetë nga natyra e vetë, nëse vishet përveç stinës së dimrit, shikoni unë jam me sandale. Përse ke veshur? Po, se të pyes për zgjedhje. Është shumë e rëndësishme që këmbët aeroset, gishtat aerosen. Është natyrale gjendja dhe mos të ketë detyrim. Domethënë, edhe sandalja dhe këpuca duhet të vinë në harkun që ka këmba.
As mos t'jen strikt të drejta, por as edhe mos të detyroj këmbën të vinë në Shndrojë në formën pozicion të pjetë. e takës. Dalë duke zgjedhur sandale. Sandale, Deri në çfarë muaji se do bëhet ftohtë? Deri në dhjetor, Deri në dhjetor të qëndron me sandale. po. Po në dhjetor çfarë vesh pastaj? Pastaj vesh atlete që janë sportive, zakonisht. Por që gjithmonë kanë të njëjtën strukturë, Të njëjtën strukturë që janë ortopedike, që pastaj këpucët e rënda i veshim ndonjëherë për hiking, domethënë ku shkojmë nëpër male, por dhe ato janë ortopedike, domethënë unë do sugjeroja që tek këpucat investoni. Mos kurseni aty tek këpuca. Se është diçka që lidhet drejt me trupin tënd. Po nuk e ftohet? Ha? Nuk e ftohet. Unë kam ftohet për vetë. Ftohet varet si e mëson trupin tënd. Unë do të them që unë bëj për ditë një dush të ftohtë në mëngjes kur ngrihem. Vërtet? Dimër behar. Për sa sekondë? Përfitimet, sistemi kardiovaskular, E dim. stimulon sistemin nervor, qarkullimi i gjakut, kapilaret, gjitha. Na pastron dhe kthjellon mendjen. Po Ka për sa shumë sekonda benefite. bën dushin me ujë të ftohtë? Se unë për vete nuk arri më shumë se 30 sekonda. Nuk është nevoja ta bësh gjatë. E di, po. 30 sekonda, 1 minutë maksimumi. Por duhet ta sjellësh gradualisht. Domethënë jo të pësoj shok. Ta adaptosh trupin avash avash. Trupi nuk duhet të pësoj shok. Domethënë duhet ta sjellësh, nëse nuk je i mësuar, fillon me ujë të vakët, gradualisht e kthen në të ftohtë. Kjo është mënyra e dur. Çfarë përfitojmë në rast se ne ecim zbathur, siç po na thua? Atëherë, toka ka një fushë elektromagnetike që ne jemi të lidhur, nuk jemi jashtë tokës. Jemi pjesë e tokës, ne jemi toka. Domethënë ne jemi universi në lëvizje. Jemi diku tek 25 me 30% tokë. Edhe jemi diku te 70% ujë, 5% zjarr dhe diku te 10% ajër. Domethënë jemi këto 5 elemente në lëvizje. Dhe ne duhet këto elementet tanë duhet të vinë në kontakt me elementet e natyrës, me tokën, me ujin, me diellin. Gjitha këto janë ilaçet më të mira për të pasur një jetë shëndetshme. Pra tokëzimi. Tokëzimi. Që duhet ta bëjmë her pas here. Mirë, sepse ne dim që biologjikisht trupi njeriu është i përbërë nga një përqindje e lartë ujë, po zjarrin ku e gjejmë? Tokën ku e gjejmë? Këto elemente Këtë tempullin tonë që ne e quajmë trup. po, janë të ndërthurura. Domethënë, nga ushqimi që marrim, ushqimi që marrim i ka këto elemente. Ajri që marrim e ka këto elemente. Ato zjarr me zjarrin e kamerakun. Po zjarri nuk duket me sy. Okej. As në korrent, as te korrendit elektriciteti nuk duket, sepse është ai elementi që është në përqindje të vogël, po është elementi më misterioz, sepse është një element që duke qenë më i vogël, por prapë është elementi që konsumon elementet e tjerë. Domethënë është një element që ushqet nga elementet e tjerë dhe ne kemi shumë zjarr brenda nesh. Edhe pikërisht kjo që bëjmë ne në praktikat e jogës janë frymarrjet e zjarrit, janë meditimet që ne atë zjarrin, elementit e zjarrit që kemi brenda, ne e shtojmë në trupin tonë. Edhe pastaj jemi energjik, jemi vital, nuk kemi nevojë për stimulimet jashtme. Dhe kjo është mrekullia vet. Si arrim? Si mund bëhemi më energjik në këtë transmetim të drejt për drejt? Me teknika frymarrje, me meditim, duke qëndruar në diell, duke marrë zjarrin e jashtëm. Tani, cila është një formulë? Tani, frymarrja. Frymarrje. Quhet një frymarrje Poziciono Alma. kapalabati e quajnë, ose frymarrje zjarri. Okej. Këtu ne krijojmë një trysni të barku dhe ajri del me presion nga hunda. Doje. Frymarrja Unë e di këtë. Frymarrja është normale, frymëzjerja është me presion. Gjithashtu, edhe kjo do ndikoj në krijimin e zjarrit të brendshëm. Largon toksinat nga trupi, hapen kanalet e energjisë, energjia qarkullon lirshëm, largohen mendimet nga mendja, që janë të akumuluara aty që kanë format, strukturat e veta, dhe ti për një praktik 5 minutash të ndryshon komplet bota jote,
ikën ajo zymtësia, dhe je një diçka tjetër, dhe shikon botën totalisht ndryshe. E shikon ashtu siç duhet ta shohësh. Gjithashtu një teknik tjetër është teknika Tumo, që bëjnë Se po mësojmë. bëjnë murgjit në Tibet, që rezistojnë në temperatura deri në -30 gradë në Himalaja. Si arrihet kjo gjendje? Kjo është pak më avancuar, këtu filloj marrim frymë me hund, thellë, dhe nxjerrim me gojë. Këtu bëhen diku te 25 përsëritje të frymës, pa ndërprerje. Alban, më fal, po frymon se s'po të dëgjoj. Doa që s'po merr frymë. Kështu frymoj. Okej, kështu frymon. Dhe në një moment bëhet pezull, ndalohet komplet fryma, ndalohet aktiviteti mendor, dhe aty ne lidhemi drejt për drejt me elementet, me trupin ton, me prezencën. Aty përjetojmë atë prezencën, energjinë. Aty mund të përjetojmë dhe dimensionin ton energjik, që zakonisht nuk jemi në ndjeni. Mbajtja e frymës, pasi bëjmë frymarjet e shpejta, në bazë të kapacitetit që mundemi ne, pa i sforcuar mushkrit shumë. Oje, sepse besoj ta arrish do pak punë, do është rrugtim. Ka jogi që mbajmë frymën edhe 5, 6, 10 minuta. Po, unë prandaj po qesh, sepse di që se bëj dot për shumë sekonda, jo mo pastaj minuta. Cila është gjendja më e lartë, se bëjmë një kapërcim edhe tek disiplina jote më thellë. Cila është gjendja më e lartë që mund të ketë dikush që është mjeshtër i jogës? Gjendja më e lartë në eksperiencë. Jo. Çfarë mund të arrijë? Rrugtim. Frymarja më shumë se 5 minuta, po na tregon ka Ti individ. po thua në kushte fizike apo në kushte përjetimi? Fizike. Fizike. Kushtet fizike janë shumë, domethënë e tejkalojnë perceptimin fizik dhe shkencor. Domethënë ka jogi Që do të thotë? që ndalojnë frymën. Nuk marrin frymë, futen në gjendje të thellë meditative, aty je i lidhur me pranën kozmike, me energjinë kozmike, je i lidhur me Zotin. Dhe nuk ke nevojë të marrësh frymë. Qëndrojnë ndoshta edhe orë pa frymë. Duket e pabesueshme, po. Por janë në gjendje shumë të thellë meditative. Dhe qëndrojnë pa marrë frymë? Pa marrë frymë. Domethënë aty Se në unë di që ta provojmë ne humbasim ndjenjat, po. Po, por këta janë, domethënë është një gjendje shumë e thellë që ti je lidhur me superkoshiencën aty. Dhe nuk bëhet me sforco, kjo vjen natyrshëm. Plus është rrugtim. Deri në 4 minuta unë e kam mbajtur frymën. Sa? Deri në 4 minuta. 4 minuta? Po. Dhe kur 4 minuta dhe 2 sekonda. 2 sekonda. Ky ka qenë rekordi. Ky është rekordim. Kur frymove prapë, si u ndjeve? Është një gjendje shumë e thellë dhe nuk duhet sforcuar absolutisht. Domethënë nuk e sugjeroj të sforcohet, por vjen natyrshëm. Çfarë rrezikojmë ne në rast se e çojmë veten në limite që nuk i përdorim? Nuk duhet, se dëmton zemrën, dëmton mushkrit. Duhet ta bësh shumë gradualisht dhe shumë natyrshëm. Nuk duhet të shkosh te limitet, duhet të shkosh go with the flow, domethënë. Me rrjedhë. Me rrjedhë. Në fundit pyetja nga ana ime, heshtja? Çfarë na bën heshtja? Heshtja është ndoshta praktika më e nevojshme për qytetrimin modern, sepse në radhë të parë heshtja si fazë të parë na bën të përballemi me çmendurinë që ne kemi në mendjen tonë, me iluzionet, me bindjet, me zhurmën, me gjitha ato akumulimet, dhe gjitha ato gjëra që na preokupojnë, dhe gjitha ato gjëra që ne kemi frikë. Domethënë me heshtje ne fillojmë vrojtimin e mendjes. Mbas vrojtimit të mendjes, ne fillojmë ta njohim strukturën e mendjes, fillojmë të njohim strukturën e trupit, si lidhet mendja me trupin. Dhe pastaj futemi në real me më të thella, dhe vim me bërthamën tonë. Dhe aty fillon ajo lumturia e brendshme. Mund ta bëj kushdo? Jo mund ta bëj kushdo, po sugjeroj ta bëj kushdo për pak momente gjatë ditës, çdo ditë. Pse unazat me gjarprinj në duar? Se kemi patur dhe ne gjarprinj dje në studio. Gjarpri është një krijesë që lidhet me gjitha traditat shpirtërore. Po, si në paganizëm, si në hinduizëm, si në traditat nordike, simbolizon energjinë kozmike që është e fshehur brenda nesh. Domethënë, kjo energji kozmike është e akumuluar te çakra rënj, që është e para çakra bazë e mbijetesës, Ku është e pozicionuar? Çakra rënj është e pjesa pelvike.
është poshtë. Dhe kjo energji që ndronë aty deri sa individi fillon të zgjohet, të rrisi koshiencën, perceptimin, dhe në momentin që kjo fillon lëviz, njeriu fillon evulon. Fillon ngjitet energjia, shkon te çakra e dytë, që është çakra sakrale, që është elementi ujit, tham që është elementi tokës, çakra e parë. Dhe kjo stimulon çakrën e dytë. Çakra e dytë lidhet me ujin, lidhet me kënaqësitë fizike. Njeriu fillon argëtohet në botën fizike. Pas kësaj njeriu fillon evulon dhe shkon te çakra e mesit. Kur energjia kundalini është dominante në çakrën e mesit, që është pleksusi diellor, ne jemi njerëz të fuqishëm. Po jo vetëm fizikisht. Mund të jemi atlet, mund të jemi biznesmen, mund të jemi njerëz me fuqi. Domethënë është çakra e energjisë, mund të jemi ushtarak, ushtar të Zot. Kur energjia shkon lart te zemra, këtu fillon lidhet natyra hyjnore me natyrën toksore. Është ai ylli i Davidit, që është një trekëndsh zbret hyjnoria nga lart dhe një trekëndsh ngjitet toksoria poshtë, bashkohet. Edhe këtu është qendra e kreativitetit, empatisë, e unitetit. Domethënë aty kemi të bëjmë me artistët. Domethënë, një artist në anën morale apo në anën logjike, shumë njerëz nuk e kuptojnë, sepse është një natyrë e çuditshme. Por kur hapet kjo, ne kemi njerëz human, kemi humanitar, kemi njerëz me misione. Domethënë, është shumë e rëndësishme që njerëz ta prekin, pa e lënë këtë trup fizik, ta prekin pakën këtë dimensionin këtu. Kur energjia arritet lart, shkon këtu, kemi njerëz të fuqishëm në konceptin udhëheqësa, lidera. Në kuptimin e mirë të fjalës, jo lidera, lidera që kanë bërë për njerëzimin, që e kanë nxjerrë njerëzimin shumë herë nga balta. Pra kjo është çaka elementi i ajrit, fryma. Dhe kur shkojmë këtu, kemi elementin mistik, që është syri i tretë. Këtu ne fillojmë të shikojmë qartë. Fillojmë të dukshme dhe të padukshme, fillojmë të shohim gënjeshtrën, dallojmë gënjeshtrën nga e vërteta. Si arrim syrin e tretë? E keni arritur? Është një flert, nuk mund të them që është konstante, kemi ngritje dhe zbritje, por që hyjnoria të jep gjithmonë ato demot, ato shenjat. Dhe kur arrim te syri i tretë, është një mrekulli sepse kuptojmë shumë qartë pa folur fare. E mund të kemi dhe lidhje dhe me të përteme. Ka shumë njerëz që shikojnë gjëra që nuk i shikojnë njerëzve të tjerë. Ata që kanë arritur syrin e vetë korona është lidhja me Zotin, shenjtorët pasaj, Jezusi, profetët, që janë të lidhur me koronën, që janë me universin, bëhen një me Zotin. Aty është gjithë dia, Buda, që quhesh Buda, ose në tradita të ndryshme profet, ose Mesia, ose guru. E qartë, Alban, të falenderojmë shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe. Faleminderit për këtë bisedë. Do duhet të fillohemi sërish për të diskutuar edhe më gjatë për të disiplinë. Patjetër. Por hir së vërtetës nuk po ishte biseda ishte aq interesante se nuk po dua të mbaroj, por që praktikisht do na duhet të takohemi dhe një herë tjetër me kënaqësi më të madhe. Disa ndoshta lëvizje, disa të ekzekutojmë disa pozicione, sepse po më thonin nga regjia se kanë pikpyetjet e veta, edhe një numër telefoni që ne kemi të afishuar në ekran, syrin e tretë, Albania ka syrin e tretë, çfarë fuqie ka syri i tretë, a është i aktivizuar apo jo, pozicioni butterfly, që unë nuk kisha dëgjuar më përpara, po gjitha këto më bërrin në këtë transmetim. Faleminderit shumë. Ne shkëputemi, do kthehemi vetëm pas pak, mos u largoni.